Si të hyra janë 669.028 euro për vitin 2026. Të rezultati i kësaj, do me thënë dështimi dhe anulimi të nderit, bordi ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet që të caktohet furnizuesi përkohshëm. Zyra rregullatorit për energji ka planuar aplikimin e Apexit për përcaktimin e figurave dhe tarifave të NIMA-s për periudhën 2026-2028, pas analizimit edhe shqyrtimit të aplikacionit në aspektin teknik, financiar dhe ligjor. Zyra rregullatorit për energji ka zhvilluar edhe procesin e konsultimit publik, ku ka dalë me raportin konsultativ, i cili ka qenë i publikuar me faqe zëres. Kjo kornizë ligjore jep zëres kompetencë për miratimin e të hyrave të lejuara dhe strukturës tarifore për NIMA. Të hyrat e lejuara të propozuara për zonën ofertimit të Republikës Kosovës përfshin komponentet rregullator standard, siç janë kostot operative, kostot që janë të lidhura me investimet kapitale, amortizimin, kapitali punës, mandej tarifat e licencës, kthimi mbi asetet, vlerat e propozuara për Kosovën për vitin 2026, si të hyra janë 669.028 euro për vitin 2026, për vitin 2027 712.410 euro dhe për vitin 2028 835.613 euro. Struktura të hyrave dominohet kryesisht nga kostot operative, ku pjesëmarrjen më të madhe e ka platforma rreth 54%, investimet kapitale janë të vogla, andaj kemi kthim të vogël tek pjesa e bazës aseteve të rregulluar. Megjithë se të hyrat shfaqin trend rritës gjatë periudhës 2026-2028, kjo rritje nuk është as rezultati rritjes tarifave, nga se propozimi është që me mbet tarifa aktuale ekzistuese. Por kjo buron nga rritja e kostave për njësi, pasojë direkte e zgjerimit portofoljeve të anëtarëve të bursës, është rrit numri anëtarëve të bursës, është rrit volumi energjisë. Lista e tarifave të NIMA-s për Kosovën propozohet me qenë e pandryshuar, krahasuar me periudhën paraprake, dhe vazhdojnë më apliku për tregun ndërvit teja herë market dhe ndërvitor. Tarifat e Alpexit duhet sqaruar se aplikohen vetëm për shërbimet ndaj anëtarëve të bursës, përfshirë tarifat vjetore, tarifat administrative, tarifat variabël tregtimit dhe klerimit. Pra këto tarifa nuk përfaqësojnë çmimet e energjisë elektrike në bursa, pasi që këto çmime tregut formohen në mënyrë automatike nga platforma e tregtimit bazuar në ofertat dhe kërkesas e pjesëmarrësve në treg për çdo ditë dhe për çdo orë. Sa i përket kornizës ligjore, ligji për energjinë elektrike, gjithsesi në nenin 40 përcakton se furnizuesi i mundësisë së fundit ekziston si mekanizëm mbrojtës për konsumatorët, me qëllim që furnizimi me energji elektrike të mos të ndërpritet në rastet kur konsumatori mbetet pa furnizues për shkaqe që nuk varen nga vullneti i tij. FMF nuk është furnizues tregtar i zakonshëm, por një mekanizëm mbrojtës i shërbimit publik për garantimin e sigurisë së furnizimit përkohësisht. Ligji për energjinë elektrike dhe rregulla për furnizuesin e mundësisë së fundit përcaktojnë qartë se në FMF kalojnë konsumatorët, të cilët mbesin pa furnizues, si pasojë e falimentimit ose likuidimet e furnizuesit të tyre, revokimit të licencës apo dështimit të konsumatorit për të zgjedhur një furnizues të ri pas përfundimit të një kontrate furnizimi. Pra, FMF aktivizohet vetëm në situatat e jashtëzakonshme dhe të përkohshme. Një element shumë i rëndësishëm që ligji thekson është se shërbimi i FMF-s nuk është i përhershëm. Konsumatorët kanë të drejtë të furnizohen nga FMF vetëm për një periudhë të kufizuar kohore, e cila sipas kornizës ligjore në fuqi nuk mund të zgjasht më shumë se 60 ditë. Si rezultati i kësaj, do me thënë dështimi dhe anullimi të nderit, bordi ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet që të caktohet furnizuesi i përkohshëm.
duke qenë se janë zhvilluar 2 procedura të nderimi të pasukseshme, dhe se me 30 janar 2026 ka përfunduar mandati i furnizuesit të mundësisë së fundit të përkohshëm, zëre kanë konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore për kalimin në fazën e saktimit të furnizuesit të mundësisë së fundit me akt të veçantë për një periudhë 3 vjeçare. Andaj, pas vlerësimit të kapaciteteve teknike, organizative dhe financiare, së dhe deklarimit të gatishmërisë për marrjen e kësaj përgjegjësie nga të licencuarit për furnizim energji elektrike, i propozojmë bordit që të caktohet edhe më tej ndërmarrja KEKSHA si furnizues i mundësisë së fundit, pasi që e njëjta ka përvojë për të ushtruar këtë përgjegjësi, posedon softverin e nevojshëm për ushtrimin e këtij aktiviteti, posedon personel profesional, ka gjendjen e shëndosh financiare dhe të jetë në gjendje të kryejë këtë funksion si FMF për periudhën nga 31 janari 2026 deri në 30 janar 2029. Pra, FMF nuk është furnizim apo zgjat, është një mekanizëm mbrojtës i kufizuar në kohë për të garantuar që asnjë konsumator të mos mbetet pa energji.